2 prill. Ngriuni për vendin tuaj, respekt për eroin të 2 prillit 1991. Do të kemi një segment fund. Fatkeqësisht, pasardhësit atyre që vranë 2 prill sot sundojnë Shqipërinë. Është regjim, nuk largohet me votë. Vazhdon flirtimin me Rusin. Rama është i ngëzëllyer që ka një mundësi që Trump të ikë nga NATO dhe NATO të shkrihet. Varshavianët e Tiranës janë me Moskën. Mos i duket habi, po jepet leje ndërtimin zvërnez dhe bishtporo me 2 firmat mëdha sovjetike, ruse, që pastrojnë para në Amsterdam. Rama me familjarët e tij janë mjeshtrat pastrimit parave në parajset fiskale. Janë kapur me $100 milion të ABI Bank, bashkëshorët e tij. Janë kapur me prendimorët. Dosja e madhe vjen nga Gjermania. Do të shkojnë në SPAK si dëshmimtar të gjyqi i Berishës, kështu fillon. SPAK duhet këtë nisur hetimet ndaj tij. Do të jenë thella. Ka një precedent, mund ta pezullojnë. Rama është një e keqe e madhe. Presidenti Trump dje ka folur 19 minuta përpara kombit, por nuk e ka bindur dot. Stoqet përsëri kanë rënë, çmimi i fuqisë naftës është rritur, sepse tha që do të jemi gati përfundimit misionit strategjik ton dhe për 2 ose 3 javë do ta shkatrojmë Iranin, t'i kthejmë në epokën e gurit, nëse nuk pranojnë të firmosin. Irani nuk pranon. Nga ana ushtarake, militare, operacioni ka qenë brillant. Nga ana politike, strategjike, thuajse zero. Sekretari i Pentagonit nuk e ka fuqinë që mund kishte Pompeo, Bolton ose Mattis. Trump duket se do ta riorganizoj kabinetin e tij. E para që do të humbas vendin e punës thuhet që është Bondi, sekretari i drejtësisë dhe do të zvendësohet nga Zelli. Personi që e vuri përballë Blinkenin teknokrata Berishës, nëse harroni, por sepse është sponsorizuar nga shqiptarët amerikanë këtu pikrisht. Zeldin ishte kandidat për guvernator në New York dhe humbi me një diferencë të vogël. Ç'po ngjet në Iran? Dëmtimi ndaj mullave është skajor. Janë me mira bomba të hedhura, por janë 2 probleme. Do të hapet Ormuzi dhe a do të merret ajo sasi uraniumi 460 kg. Trump mund të shkatrojë dhe të kthejë në plur ishullin e infrastrukturës Carl Island. Mund të dërgoj një ekspedit për të marrë uraniumin, por kjo mund të kërkoj trupa on ground, mund të ketë të vrarë. Megjithatë ishte vetëm një president që realizoi këtë. E turpshme qëndrimi i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. NATO ka vetë shkarkuar veten, është vetë mbyllur. Trumpi teknikisht ka drejt të largohet sepse është traktat. Presidenti lidh dhe prish traktate, siç është larguar nga traktate të tjera ndërkombëtare. Por dëmi më i madh është mënyra se si flet, edhe në qoftë se do të kërkohet aprovimi e Senatit, ai largon trupat, largon bazat, ul buxhetin. Pra, kthehemi në vitet 90 kur u shkatrua Traktati i Varshavës, duhet kishte ikur edhe ai NATO-s. Pa NATO-n Putin është fitues. Të parat bien Republikat Balltike, bie Moldavia. Vendet e vogla Ballkani, Shqipëria dhe Kosova, në qoftë se NATO bie, janë rrezik. Por, siç më ka thënë disa herë ambasadori Bolton, Trump jumps nga një subjekt në një subjektin tjetër. Siç harroi Groenlandën, do të harrojë edhe NATO. Nuk besoj që elita, deep state, do ta lejonte këtë aventurë. Megjithatë këmbane alarmi janë. Trump është i mërzitur, është shumë i shqetësuar, sepse nuk shkoi siç duhet misioni siç mendonte ai në Iran, kujtoi si në Venezuelë. U mashtrua nga Netanyahu, ndaj Vance është i ashpër ndaj tij. Megjithatë, Irani është një keqe e madhe dhe ka marrë një goditje shumë të madhe. Për këtë duhet falenderuar Trump. Në qoftë se arrim që populli i Iranit çohet dhe përmbys qeverinë, meritat i takojnë Trump. Megjithatë, mënyra se si flet, Twitterat janë foshnjërak, tregon narcisizëm, ignorancë politike, dhe Amerika duhet të shikojë sistemin e saj politik sepse i jep shumë pushtet presidentit më shumë se sa një mbret. Aq më tepër kur kemi një senat dobët dhe një kongres të brisht. Nuk ka më McCain dhe Partia Republikane nuk është partia e Reaganit dhe Bushit. Të jemi realist. Trump është atipik, është një deviacion. Mund zgjas çdo gjë. Në rrezik Kosova, në rrezik Shqipëria. Rama ka provokuar Iranin.
dhe mund, si thot ambasada amerikane, e rrezikuar është Shqipëria. Një lider i tillë pa përgjegjshmëri, antikombëtar, pro-serb, pro-rus, duhet larguar. Me votë është e vështirë, ndaj them që duhet Republikë e re. Jo më kot kthej 2 prillin, sepse vazhduesit asaj partie kriminale sot drejtojnë. Ata që vranë në 2 prill sot vrasin ëndrat e fëmijëve dhe nipërve të tyre. Dhe ka reagime nga Europa, pa ai personalisht nuk mendoj se dëshiron ty në be, nuk e shikon ai humbje të madhe. Por që euromiarët nuk kanë mbajtur premtimin që në 2014 për të patur 2% të GDP-s shpenzime ushtarake. Befas kërkojnë të dalin si forcë, por BE-ja nuk ka as forcë diplomatike, as forcë ushtarake. Nuk mund Kudo në Shqipëri. Paracisë pse. Si ka që godit. Problemi është exit way. Sa do duroj Wall Street, ekonomia amerikane, elita, deep state, kjo mbetet për të parë. Në 3 variantet, përmbysja e regjimit nuk ndodh, është e mundur, të gjendet një gjysmë diktator si në Venezuelë, as kjo nuk po duke se ka opcion, sepse Netanyahu po ja vret çdo ditë liderat që mund bisedon të Trump, mbetet e treta fitore madhështore. Si unë s'ka qenë asnjë president tjetër dhe kthim. Shtyhet edhe për një farë kohë të gjatë mundësia e Iranit për të pasur armë bërthamore, por kjo është e përkohshme. Dhe Izraeli mbetet faktor arrogant. Gaza thuaj se nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Hezbollah u vazhdon. Proxit e Iranit, Hezbollah, Hamas,
Hutis mund të krijojnë probleme të tjera, jo vetëm për Izraelin, po për gjithë vendet arabe. Duket se nga ana e ekzekutimit ushtarak, operacionet e Pentagonit janë brillante, drejtimi politik vuan sepse Trump këtë radhë nuk ka emrat më mëdhenj si që patin mandatën e parë. Fakt. Trump kërkon që ty një histori si presidenti që shkatroi Iranin. Në qoftë se realizon, hyn në histori. Në qoftë se jo, do të ndëshkohet tek zgjedhjet e mes mandatit në nëndor, dhe larg qoftë edhe Senati merret nga demokratët duke i ulur mundësitë që në 2028 të vazhdojnë republikanët në Shtëpinë e Bardhë. Trump është nervoz. Kjo duket qartë. E turpshme mënyra se si reagoi me vdekjen e ish drejtorit e FBI Robert Mueller, edhe pse ai kishte hetuar Trumpin për Russian collusion, I am glad. Njëri normal, sidomos president amerikan, nuk flet në këtë gjuhë. Obama ishte gentleman dhe qytetar, sepse Robert Mueller është nga figurat e mëdha të FBI, mbasimet shtatorit. FBI këtë mision ka, të hetojë. Dhe FBI ndihmon SPAC. Dhe siç u thash që në fillim, Linda Sorelit është ndaluar në ndalesën e fundit në Manhattan nga organet që hetojnë transfertet e miliona dollarëve dhe Rama ndihet i kërcënuar. Linda, po Kudo në Shqipëri.